Horoskopi ditor e premte 2 janar 2026. Dashi, një situatë ekonomike ose ligjore do të duhet të rregullohet, kur Jupiteri është në aspektin e kundërt, duhet i kushtoni vëmendje çështjeve financiare dhe ligjore. Të përpiqeni të sqaroni se çfarë nuk është zgjidhur ende. Kushdo që të rregjistar problemet e punës, herët avon do të përpiqet të merret me to. Demi. Kjo ditë do të jetë një ditë interesante që përputhet me këtë periudhë të rëndësishme të rimëkëmbjes. Ju keni një qiell shumë bujar në krah dhe dëshira për shpengim nuk mungon. Për më tepër, Mërkuri do të jetë përsëri favorshëm. Nëse keni një projekt në mendje, përvishni mëngët dhe merruni me punë. Binjakët. Sipas parashikimeve astrologjike, mund të pushtoheni nga disa pasiguri. Janari mund t'ju shkaktoj disa probleme në dashuri, por mbani mend se Saturni nuk është më kundër jush. Të gjitha vështirësitë, tensionet e grumbulluara në 2 vitet e fundit mund të zgjidhen duke u përpjekur të mbajë një qëndrim më pozitiv. Kushdo që ka pak shqetësime në shtëpi, do të rrezikojë të merret me grindje të tjera të vogla. Mundohuni të sqaroni dashurinë. Gaforia. Hyjet në një aspekt të favorshëm bëjnë që të filloni një periudhë më fatlume. Ditën e sotme, qielli do të bëhet veçanërisht premtues për disa shenja, përfshirë tuajën, dhe do të bëhet gjithmonë dhe më e mundur për të përmirësuar jetën e dikujt. Hyjet janë shumë të rëndësishëm për ata që duan të kryejnë projekte të reja pune, por edhe në dashuri. Luani. Do të jetë një ditë shumë emocionuese. Në realitet, gjithë janari kështu do të jetë, fal Marsit të favorshëm dhe shumë shpejt Venusit gjithashtu. Tani e tutje ju do të keni një kapacitet të madh për veprim që do të shfaqet edhe gjatë jetës suaj të përditshme. Në fund të fundit, në vitin 2020 e keni provuar veten në kapërcimin e të gjitha vështirësive që keni hasur dhe 2021-shi nuk do të jetë pak. Virgjëresha. Do të duhet të përpiqeni të zgjidhni disa probleme të punës dhe parave. Në këtë ditë Mërkuri do të jetë kundër jush, mund të lindin vështirësi të reja. Këto ditë janë mjaft të komplikuara. Dikush mund të ketë gjithashtu tensione në marrëdhëniet me të tjerët, me miqt dhe të njohurit. Do të jetë e rëndësishme të sqarohen shumë çështje. Jeni të kujdesshëm sepse mund të tundoheni të merrni një qëndrim paksa të shkëputur si mbrojtje. Peshorja. Sot do të duhet të merreni me Marsin dhe aspektin e kundër. Kjo situatë mund të krijojë stres për ju dhe nëse nuk i kushtoni vëmendje do të bëheni shumë nervoz. Në ditët e ardhshme mund të keni edhe ndonjë shqetësim në trajtimin e të tjerëve dhe do t'ju duhet të vendoseni edhe më shumë forcë dhe vendosmëri në projektet tuaja. Tani e tutje do të duhet të përdorni shumë kujdes me parat. Pa shaka me Mërkurin, Jupiterin dhe Saturnin kundër. Akrepi. Do të jetë një ditë pak e trullosur, paksa e utuar. Kohët e fundit është dashur të merreni me ngadalësime, mbase është dashur të vini në dyshim të rjetën tuaj dhe tani duhet të jeni më të qartë në vetvete. Duhet të fillosh nga e para. Nuk është domosdoshmërisht e keqe. Ndonjëherë është e nevojshme të pritet druri ngrohur për të na lejuar të ndërtojmë një të ardhme më të lumtur. Pas disa ditësh, Mërkuri do të bëhet i favorshëm dhe do t'ju jap avantazhe projekteve të rëndësishme. Shigjetari. Do të keni energji të mirë fal kalimit të diellit në shenjën tuaj. Këto ditë janë të karakterizuara nga shumë ide, projekte të vlefshme dhe një frymë kritike dhe objektive që ju ndihmon të shikoni të ardhmen me më shumë pjekuri. Dikush duhet të jetë ndërkohët e fundit i tradhtuar nga një person i besuar dhe kjo e ka sjellë një tendosje. Do të jetë koha ta lini këtë episod të pakëndshëm pas dhe të duhet të vazhdoni përpara, edhe pse kjo kërkon disa përpjekje. Bricjapi. Do të fillojë një periudhë hakmarrje për ju nga çdo pikpamje, madje edhe në dashuri. Mbi të gjitha, ndjenjat janë shumë të rëndësishme në jetën tuaj, si dhe përjetoni emocione gjithmonë dhe më të forta. Shoku juaj i shpirtit duhet të jetë dikush gjithmonë në lëvizje. Mundohuni të menaxhoni më mirë emocionet tuaja dhe të përfshiheni. Ujori. Sot do të duhet të filloni të rikuperoni ndjenjat autentike në dashuri. Dhjetori mund të ketë krijuar probleme për shumë marrëdhënie. Afërdita në një shenjë toke do të thotë një afrim i mundshëm, një pajtim për të gjitha çiftet që nuk kanë pasur marrëdhënie të duhura. Peshqit. Do të duhet të filloni të grumbulloni gjithë guximin që do të gjeni për të ndryshuar rrugën tuaj
për të revolucionarizuar jetën tuaj. Shumë peshq tashmë janë duke kërkuar diçka të re, madje edhe në punë. Megjithatë, Urani në aspektin e kundërt flet për rezistencë. Jo të gjithë do të jenë të gatshëm të ndryshojnë. Dije, në çdo rast, me Jupiterin në shenjë do të jetë pothuajse pamundur të mbani jetën si më parë.